zgjedhje. Okej. Për shembull, unë mendoj sepse duhet ndalemi te disa komuna më specifike. Edhe po nala çati, për shembull, ku ka gabu lëvizja vetëvendosje? Besoj që lëvizja vetëvendosje ka huq me 2 kandidat. Me pas nxjerr kandidat për Prishtinën Glau Konjufsën, mbas të rezultatit fundit jam i bindur që e kish fitu Prishtinën. Tash, i ka pas që jo mbo matjet para prake, e ka ditë që po del mirë, nuk e kuptoj pse nuk e kanë kandidu. Me pas kandidu Hajrullah Qekun Prizren, besoj që edhe Prizrenin po e kish fitu. Në me thonë se kogja gare ofër... Albini u pas ka të reguim shirëshëm me... Dy huqe i ka bo. Ku ka gabu të azojmë PDK-ja? Huqen matë madhe ka bo në Drenas, që kjo huqe i ka pos Drenasit i ka kushtu edhe në Mitrovic. Mos me pas ndodhë që ashtu, besoj që edhe Mitrovicin e kish majtë se është një numër shumë i vogël i votave që e ka bo diferencen. Ku ka gabu LDK-ja? LDK-ja ka gabu në Gjilan. Gjilan ka dalë, për shembull, e ka leju një kryetar që realisht, ku shkon Gjilan shpesh, e shet që aty së punu kur gjo. Mirë po ka fitu për shkak se kundër kandidat i ka pas për toke. Gjilan zja ka fitu dikush atë shumë, ne? Jo, dhe me thonë, kundër kandidat i ka pas shumë dopt. Qash dopt që me thonë tash me bua i gare, për shembull, e pyt për radiologjin, ka qenë në kryetari komunës, nuk e din radiologjin. Si me thonë, midis dhjetorit me dal me gumat verës, njeri s'din kur gjo. Dhe me thonë, për qatë e ka fitu Gjilanin. Edhe këto janë që i kanë kushtu shumë. Ramushi i ka erujt 5 komuna që i ka pas. Mirë po besoj që mas 4 vjetë Alianca ka me reziku shumë, se janë kryetar të ju konsumu. Ardian Gjini mos s'ka qa lyp në Gjakov, ndashtë e ka me pas ambicie matë maja, po s'ka zavendës që e zavendëson në si një Arjan Taher që ka qenë Mitrovic. Njëjtë ka me qenë me Soharekën, njëjtë ka me qenë me Rahovecin që ka qenë garë shumë e ngusht. Edhe kjo është reziku që i ka nosit shumë akës mas 4 vite, se 5 komuna i ka majtë tash, po nuk ka trashëgimtar në ato komuna, që mujtë me zëvendëson. Në 3 aspekte, menoj që duhet me vlerësu jashtëzakonisht mirë, ndështë me po që të zgjedhje edhe në vazhdimësi zgjedhjet Kosovë. E para, bastione, jenë metë shumë pak, ku edhe këto konsideroj që edhe në ato vene ku jenë metë bastione nuk është ndështë vetëm për shkak se qytetarët e që aty në rajonëv jënë prirër me votu veç atë parti, po për shkak se nuk ka edhe, si themi, angazhim partive tjera për me ndryshu. Qëfar po ndodhë? Apo ndryshon votu si standard, apo atërit që kanë ardhë, gjenzia që po vjen nuk bëhet më militant? Shumë mirë se është një nivel kogja i lartë i përgjithësisë qytetare. Edhe në aspektin tjetër që vota qytetari po din me bo dalimin mes atina ku po dënë me votu për qeverisi komunale dhe për pushtetin qëndrur. Dhe më nuk e kemi pas njerë që është vot blanko që votohet. Edhe aspekti tret, unë e konsideraj është që qëto zgjedhje e kanë tregu që ma shumë e lëmarën sesh me sa partia politike, prej ashtë këtu Albinin edhe vetëvendosjen, liderët në për komuna po kryohen vetë. Unë e menaj që disa kandidat, lider lokal, në rundin e parë që e kanë kry garën, jënë votu për qytetarëve atje, jo për shkak të prejarës politike, partisë politike, po për shkak të punës edhe angazhimit edhe asaj afërsis me qytetarë. Kjo është e mirë, me ka analizë ndështa për partit politike, për me reflektu edhe ndështa me punu shumë atepër në kandidat që ofrojnë qytetarë për me votu. Me dosh me qenë pak ma i paftyr, ka kandidat që janë votu për kundër partive politike. Se jo veç që si janë votu për shkak, po ka kandidat që janë votu për kundër partive, ka kandidat që behanën matë madhe e kanë partim politike, për ndryshe ishtë dash me fitu edhe ma letë. Pas prej atyne që... E kam një pyetje kështu, se fitoj për parim Rama? Si ta po të thëmë, ka kandidat që kryetarëve të partisë që kanë thonë atin qka? Se fitoj për parim Rama? Se ka ma shumë votë. Ata e vendimit. Jo, e s'ta kom ndryshu kur prej kur ka hinë në garë. Se, shiko, para një 8 mujve, 10 mujve gjithë menonim se që shok ka shkon në zgjedhje me qëtë farë situate. Prishtina është që tu probably po menem ma bone pytjen, po me siguri njeri mas po ku i kualifiku me dhonë menim në qëtë avolin. Po Prishtina është kur thu vot me interes, vot biznesore, stashën Prishtinë është sakt. Prishtinë kërkush mo nuk tjep vot fri, nuk tjep vot blanko, për shkak se cilit mundet me ju ndryshu jeta.
Nëse ka mahalla jote, ku e ki shpinë 3 kocë dhe jetën me 3 vllazën, kanë me të uqu 24 banesat, edhe ti pikën tërën tokë të babës ki mu bo milioner, ti mu nuk votën për, qysh me thonë, ideali edhe trashëgimi partijake. Problema është që njerëzit nuk menojnë, masi ti mërë që ato banesa, a ki me pas trotuar, a ki me pas qerda, a ki me pas uj, a ki me pas, ka vinë zjarë fiksat, ka vinë dima shpejt, a ki me pas ambulant, këto nuk i menojmë na në Balkan përgjithsisht, e na Kosovarët da hama heq. Mandej. Exactly. Mirë po, Prishtina është votë super e kalkulume, nëse një ven është Livav, edhe ko me shku 3-4 mas 4 vjetëve, ajo është mandej se cili e ka hisën e vetë aty. Nuk është mo hajgare, nuk është Që bjen, edhe i zoti tokës, edhe ai që ka me ndërtu, edhe ai që ka me shite me pje, edhe ky që ka me votu. Edhe ky që ka me votu në punë. Sakt, në asamblej. Prishtina nuk është mo hajgare. Prishtin pritet viteve tashme numri milionerve mu rrit shumë, mu rrit shpejt, edhe mu rritën dënë mahalla ku s'ka pas bash shumë milionera, adin. Kjo e mirë për i bjen. Jo, nuk po thomune që është keq, po flasë qka nuk është full në debate, qka në emision të natyrës e liberos mund është me thonë se libero po folim, kjo është faktor që zbën me u Përmbyllë me një fjali pse fitoj për parime? Me një fjali ma thuj pse fitoj për parime. Mas si e thakë gjithë këto. E krejtë që ta njerëz më rini ma herët. Okej, perfekt. Unë mendoj që... Fit pak ti e. Okej. E para, Prishtina në zërë me kontrolu si vot. Shumë letë të kontrolon një qytet me 20.000 banor, me 30.000 banor, po Prishtinën që i ka mbi 80.000 vota, shumë problem me kontrolu se cëllën. Sidomos, numri trive shumë i madhë. Gjenerata e re, Gen Z, kështu me radhë, millennial, të cilët nuk e ngojnë as babën e as nanën. E kanë mendimin e vetë kryun, e kanë mendimin kritik shumë zhvillun, rinë të nkohën telefon, i din informatat, e shohin, e kontrollojnë. Jënë shumë atë edukun se generata tona që kemi qenë, e para. E dyta, Prishtina është një vend me problemet mëdha. Do thotë, krejt dojmë me jetu në Prishtinë, krejt dojmë me pas trafik, krejt dojmë me pas senet afer, edhe është e pamundur më realizuaja. E treta, kur folë për Prishtinë, janë disa zona ku mund është me bo punë këgja, edhe disa që e ki probleme bo punë. Për shambull, kodra e trimave, rruga Kamedresja, Tash Ligje, janë zona cilat ku pak mund është me bo punë, sepse ka shumë probleme prënsore, ka gjithë një rrugë të re me dash me qelë, shpi private, ka zhvendose, murët kadastrale nuk përputhë, linja kadastrale kështu me radhë. Tash, në këto zona tjera, si që Dardania, Ulpiana, ka punë, ka rrugë. Ato është mirë mi bo si favela, shtu na vëdin. Do thëtë, ka është rritë gjelbrimi, ka punë për cilat vota nuk është ferë dhe me thonë që, për shumë, dikun tjetër e ka fitu, dikush se ka punu e këtu, se këj e ka fitu se s'ka punu. Se dhe në parën, doli pare dhe dytën. Pare me shtu në mendoj që balotajnë ishtë dash me hekrejt. Një pjesë të veçan du me bod, pjesën e dytë këta. Po, do me thonë, unë mendoj që ka punu. Do thotë edhe, si do mos në krasim, edhe shpendameti është bloku prej qeverive. Po shpendameti zakonisht është nalë, nuk i ka nisë. Për parimin dulë edhe me gjak si